Urime dita shkollës. Përshëndetje, urime dita shkollës. Opa. Urime. Nga policia. Drejtor urime kjo ditë. Mirë se i gjeta. Mësuse. Urime. Urime gjithve. Ku më shkoj Vera, mëre, prit. Ja dhe Vera. Urime. Urime dita shkollës. Sekretar, urime. Urime. Mirë se vish. O, mirë se i gjeta. Mërgjimtar, mirë se ki ardhë. Mirë se i gjeta. Ku je vasë? Urime, urime. Dhe plesht. Mirë se kini ardhë. Urime, urime. Qëmë se hajti. Që altone? Mirë se i ardhë. Urime kjo ditë. Shna iti? Përshëndetje. Kjo është shkollë. Tash. Razim mirë se ardhet. Hajde më sa gjof e legend. Trajen misafir nga Celina, mësus. Kjo shkollë është ndërtu tash Zvoni, një nga shkollët më të bukura që e ka meritu Krusha. Vite shkolla në Krusha. Tash vesh po fillon programi. Tash ardhëve kryetari i komunës, Smoj Latifi. Și pe fluturole îi
Ju lumt. Martë të nderuar, një ardhur në kremtën tonë. Shkolla nëntëvjeçare Bajram Curri sot ka fest. Që ju dhe ne të kalojmë qaste sa më të mira, nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle kanë përgatitur një program modest. Endrit, mos të harrojmë se pjesë e programit janë edhe të arriturat e shkollës sonë, andaj ato duhet prezantuar. Atëherë Astra, pa u mbur kohë, ftojmë në skenë drejtorin e shkollës, Zotin Rezard Veseli, që ti përshëndes të pranishmit me një fjalë rasti. Zoti drejtor, mikrofoni është për ju. I nderuar kryetori i komunës së Ravecit, zoti Ismail Latifi. I nderuar drejtori i DEBA-s, zoti Avni Morina. I nderuar kryesues Arber Zenuni. I nderuari kryetori i LDK-s për Ravec, Burim Krasniqi. I nderuari komandant i policisë Fazni Morina. I nderuar drejtori i bujqësisë Berat Duraku. I nderuari kryetori i KDSH-s Artan Zenuni. Të nderuar kolegë drejtor, të dashur simdhënës, bashkëvendësi dhe ju mysafirë të nderuar. Sot festojmë 99 vjetorin e themelimit të shkollës sonë, që me krenari mban emrin e herojit të kombit Bajram Curri. 99 vite jetë, dritë dhe krenari, 99 vite histori. Për këto vite në bankët e shkollës dole një armate tërë nxënësish të shkolluar të profileve të ndryshme. Një rrugtimi gjatë që na kthejnë pas në kohë, tek brezat e parë të nxënësve dhe mësuesve që i dhanë jetën kësaj vatre të dijes. Në një kohë të vështirë, për me shpresë për një të ardhme më të ndritur për fëmijët dhe vendin. Kjo shkollë nuk është thjesht një ndërtesë, është një tempull i dijes, një djepje e arsimit ku janë rritur e formuar shumë prej figurave të rëndësishme të komunitetit tonë. Sot nderojmë jo vetëm historinë, por edhe punën e palodhur të mësuesve ndër vite, të cilët me përkushtim kanë mbjellë ndër breza dashurinë për të mësuar. Nderojmë simdhënësit dhe nxënësit tanë që me përpjekjet e tyre, me sukseset dhe mësime dhe në jetë kanë bërë emrin e shkollës sonë të tingëllojë me krenari. Të nderuar të pranishëm, shkolla jonë ka qenë gjithmonë një vatër e diturisë, e cila jo vetëm që ka ruajtur vlerat arsimore, por ka nxjerrë me pa talent të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme. Këtë dëshmojnë edhe rezultatet e tona më të fundit. Në nivelin komunal kemi zënë vendin e parë në matematik, vendin e parë në fizik, vendin e dytë në ekologi, si dhe vendin e dytë në teknologji. Kemi se shkolla Bajram Curri vazhdon të mbaj vendin e parë si shkolla më e mirë në komunën e Ravecit. Këtë e thonë rezultatet e garave të vitit kaluar, ku kemi marrë pjesë me 7 lëndë mësimore. Ndërsa në vlerësimin e brendshëm të nxënësve, shkolla jonë këtë vit ka arritur një rezultat prej 70.67%. Ky është një sukses që na nderon, por edhe na motivon për të vazhduar rrugën tonë me shumë përkushtim dhe vizion. Të gjithë mësimdhënësit tanë, që me durim dhe dashuri japin jo vetëm njëri, por edhe frymëzim. Një falënderim i veçantë shkon edhe për të gjithë prindërit tanë, të cilët na motivojnë çdo ditë për të dhënë më të mirën. Duke ju falënderuar edhe një herë të gjithëve për pjesëmarrjen, uroj të kaloni në këtë program festiv të përgatitur nga mësimdhënësit çaste të mira. Gëzuar 99 vjetorin e themelimit të shkollës Bajram Curri. Që para jush të paraqesim edhe kontribut dhënësit e shkollës sonë për këtë vit shkollor. Kafiteria Moka, Kafiteria Nori, futbollisti i fshatit ton Ljumbar Dallova, mësuesi pensionist Ilmi Krasniqi, Gjevdet Krasniqi dhe Artan Zenuni. Për të gjithë kontribut dhënësit, drejtoria e shkollës ka përgatitur mirënjohje, të cilat do t'i shpërndajnë në ditët e ardhshme. Ndërsa tani ftojmë drejtorin e shkollës që të ndajë mirënjohjet për mësimdhënësit pensionist. Për kontributin e dhënë në arsim, ftojmë Fadil Dellovën. Kujdestari jam më i miri në shkollë të mesme. Profa i gjeneratës startë.
Urime profesor. Gjithashtu para pensionimit thojmë Ramadan Dorakun. Edhe këto më kon pas arsimtar matematikës për shkollën fillore. Edhe mësimdhënësi i tretë, Haxhi Dellova para pensionimit për kontributin e dhënë në arsim. Haxhi Dellova dhe i veteran ish bashkëluftari Toni Termicit dhe shumë tjerë. Gjithashtu për kontributin e dhënë nga Policia e Kosovës për shkollën, ftojmë Said Hotin, zyrtar policor.